Ndonse numri mjeteve po shtohet dhe popullsia është reduktuar, sërish Shqipëria mbetet një ndër vendet me numri më të ulët të automjeteve në raport me popullsinë, duke mos justifikuar trafikun e madh që krijohet kudo. Sipas Eurostatit, në fund të 2023-shit në Shqipëri qarkullonin 742.000 mjete aktive, që në raport me popullsinë e rishikuar të Instatit rezulton 306 mjete për 1.000 banor ose 0.3 për 1 banor, ndonse treguesi rritet ndjeshëm pas rishikimit të popullsisë. Shqipëria mbetet e treta nga fundi për numrin e ulët të automjeteve në raport me popullsinë, duke lënë pas Maqedoninë e Veriut, si dhe Turqinë. Serbia ka 362 mjete për 1.000 banor, ndërsa Mali i Zi 389. I gjithë rajoni është nën motorizuar në krahasim me mesataren e BE-s prej 550 automjetesh për banor, apo në raport me Itali që renditet e para me 694 mjete. Në Shqipëri, i vetmi qytet që i afrohet mesatares së BE-s është Tirana, me rreth 500 mjete për 1.000 banor. Në vitin 2023 në Bashkimin Evropian kishte mesatarisht 0.55 automjete për pasagjer për banor, duke shënuar rënje krahasuar me 2022-shin. Ndër 10 rajonet me pjesë më të lartë të makinave elektrike ishin Danimarka, Holanda, Suedia dhe Belgjika. Në të kundërt, nga rajonet me përqindje më të ulët ishin Greqia, Spanja dhe Polonia.